Kryeministri Edi Rama gjatë komunikimit të fundjavës me qytetarët në rrjetet sociale bëri me dije se në Tiranë në data 6 dhe 7 maj do të mbahet aktiviteti që pararend Kongresin Botror të Ligjit, që do të mbahet vitin e ardhshëm në bashkëpunim me Shoqatën Botërore të Juristëve. Përpara nisjes drejt Jerevanit në Armeni për samitin e Komunitetit Politik Evropian, Rama u shpreh në rrjetet sociale se reforma në drejtësi nuk ka qenë një proces i lehtë, por ka kërkuar vullnet politik të hekur, vendimarrje të vështira dhe gatishmëri të jashtëzakonshme për ndryshime të thella. Rama shtoi se ky proces është bërë i mundur dhe sot garantohet nga shumica parlamentare e Partisë Socialiste. Për te i rëndësisë së vetë të evenimenti, përzgjedhja e Shqipërisë si vend pritës për këtë platformë lidhet drejt për drejt me një vlerësim të lartë të reformës në drejtësi dhe me fazën ku ndodhet sot ky transformim i afirmuar. Reforma në drejtësi nuk ka qenë një proces i lehtë. Ajo ka kërkuar vullnet politik të hekur, vendimarrje të vështira dhe gatishmëri të jashtëzakonshme për ndryshime të thella. Ky proces është bërë i mundur dhe sot e gjithë ditën garantohet nga shumica parlamentare e Partisë Socialiste. Prandaj fakti që Shqipëria bëhet mikpritëse e një platforme të tillë globale për sundimin e ligjit është një motiv krenarie për të gjithë, por posaçërisht për ne, qeverinë e kësaj shumice. Mëtej kryeministri u quajti hap të rëndësishëm për pavarësinë energjetike të vendit edhe marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara dhe Greqinë në vlerën e 6 miliard dollarëve për furnizimin e Shqipërisë me gaz të lëngshëm për 20 vite. Bashkë me këtë burim energjie, do të rritet ndjeshëm edhe volumi i investimeve të reja, si edhe kapaciteti i Shqipërisë për të ushqyer me energji qendrat kompjuterike të dënave apo programet e inteligjencës artificiale që do të përcaktojnë dekadën e ardhshme. Vlora do të kthehet kësaj në një nyje të rëndësishme, qoftë për shfrytëzimin, po qoftë edhe për eksportin e gazit përmes TAP-it, sepse pjesë e kësaj marrëveshje është investimi për lidhjen me tubacion të Vlorës me Fierin ku ndodhet dhe gazsjellsi Trans Adriatik.